se fshati u krijua nga popullsia vlehe, e cila ishte e para që vendos aty, duke shndërruar në një vendbanim të tyre të ri. Emigruan sigurisht nga vendi lindjes në drejtim të një prej zonave të Selenicës, e cila më pas mori emrin Vllahin. Emri tregon vetë një pjesë të historisë së krijimit dhe emërtimit të qendrës së njësisë administrative. Krahina e Vlehve, dy fjalë të bashkuara në emrin që fshati mban edhe sot. Vllahina, me kalimin e viteve, u zhvillua duke u kthyer në një qendër komunikimi për disa fshatra të cilët një pjesë të jetës së tyre dhe përditshmërisë e kanë ende të lidhur me të. Vllahina është një prej njësive administrative më të rëndësishme për sa i përket bashkisë së Selenicës, por njëkohësisht është edhe qendra për disa fshatra, duke përfshirë fshatra si Gorishti, Karbunari, Amonica, Mallkeshi, Koculi. Gjithashtu është një qendër e cila historikisht ka funksionuar për sa i përket naftës apo edhe lidhjes së saj që ka pasur me Koculin dhe Gorishtin, por pavarësisht të mirave materiale të cilat kanë ardhur nga bujësia, blegtoria, pushteti vendor dhe ai lokal, të ardhurave nga nafta, kjo njësi sot dhe qendra e saj pikërisht Vllahina ka mbetur si mos më keq. Kjo njësi vuan një sër problematikash të cilat do t'i përshkruajnë më së miri banorët e Vllahinës në episodin e radhës së emisionit Sot Fshati. Ndërkohë, për ironi të fatit, në fshatin që u krijua si pjesë e emigrimit nga jashtë vendit të banorëve me origjinë jo shqiptare, që erdhën drejt Selenicës për të ndërtuar strehën e tyre të re, sot fshati po njeh një tjetër emigrim, por këtë herë në kah të kundërt. Vitet e fundit, banorët e Vllahinës kanë zgjedhur të largohen, duke krijuar jetesën e tyre në emigrim, larg vendit ku lindën e ku rritën. Sipas banorëve të mbetur në fshat, në emigrim kanë krijuar të ardhmen që kaq shumë e kërkuan duke mos menduar më të kthehen. Plagë më vete mbetet largimi të rinjve, që banorët tregojnë se e kanë bushatisur fshatin. Ndërkohë sipas tyre, edhe shkolla e Vllahinës Mynir Xhindi, me një numër nxënësish shumë të ulët që brenda pak vitesh rrezikon mbylljen. Këtë vit, banorët thonë se vetëm 2 fëmijë janë ulur për herë të parë në bankat e shkollës në klasën e parë. Je drejtues futboll. Ka njerëz, ka Vllahina njerëz, hajde dalim ti. Si e shes? Se ti e shes ndryshimin besoj çdo ditë. Ora ne dëgjojmë televizor natë për natë këto. Po? Po ikin rinia, njerëz nuk ka ngelur rrëqët na 50 vjeç e lartë. Ja kaq. Kjo është situata edhe në Vllahin? Po, ja kam ngelur unë ai shoku. Po, që bëni linjën. E kaq. Ti bën linjën me Vlorën apo? Jo, linjën këtu me fëmijët e shkollës. Me fëmijët e shkollës. Po sherimi në fshat? Shumë dobët. Fare. Ti e marr më besoj edhe po them 15 apo 20 vite më parë apo më parë. Gumzhin fëmijë aty në shkollë Vllahina ishte me 200-300 fëmijë, mos më, ai që kanë ngelas kanë 70 top. 70 fëmijë. 70 fëmijë. Po. Domethënë edhe këta të vegjëlit, po klasa e parë është me 2 nxënës. Me 2 nxënës. Po. Po që nuk mbledh vetëm të Vllahinës, duhet të thonë se mbledh të gjithë. Jo, gjithë zonën, 2 fëmijë janë klasë parë janë në Vllahina. 2, domethënë Kocul, Gorish, Mallkesh, po 2 fëmijë. 2 fëmijë janë aty. Kështu se kam dëgjuar 2 fëmijë. Domethënë është në Prag mësot të mbijetesë shkolla. Po. Edhe mund të mbyllet. Po edhe mund të mbyllet, mund të edhe mund të mbyllet. Shumë mbyllet. Ka shumë fshatra, i bie që largimi ka prek të gjithë zonën, gjithë grupin. Po, gjithandej. Gjithandej. Po ku do shkoj? Se kjo është nuk e din fare. Do plaket Shqipëria, po plaket. Me një fjalë, mas e na synonit na merrin me luftë, na marrin pa luftë fare. Fare. Krap për 24 orë, krap një të glabëruar, aq kemi ngeleme. Kush do ngrihet? Ja juve 2 djemini këtu, me sa shohun, që jeni të ri e merrni në asnjë intervistë. Ja mosha ime 60 vjeç e lartë. E kanë të marrë, 10 vjetësh, pas 10 vjetësh në të ardhmen. Po të vazhdoj kështu? Po, si e parashikon?
To ngele shkret gjitha epsi. Shkret, ja kështu. Po edhe fshati do shkoj drejt falimentit në një farë. Ore dhe fshati, po dhe qytetet rrezik. Kthehen në fshat. Si ka filluar, po, më vjen keq. Ku ke fëmijët? Ku të kanë emigruar? Fëmijët janë në Gjermani, Itali. Sa fëmijë keni? 2. 2 fëmijë. Po. Të dy në Gjermani? Njërin. Njëri që po tjetër? Tjetrin në Itali. Në Itali. Sa vite po bëjnë ata që kanë emigrim? Po bëjnë njëri 5, njëri vete 20 vjet. Po pse? Cila është ajo, le themi, motiv apo arsye pse kanë emigruar? Po ikën për më mirë. U duket për më mirë edhe ikën. Çfarë mungon këtu? Cila është, le themi, ajo që i detyron të largohen? Çfarë mungon? Na shtin të thuash që i kemi të gjitha të mira? Po. Kemi dhe të këqija, po prandaj largohen dhe fëmia. Aq mundësi ku do vjen, ku do punojnë. Një copë batë që kemi, mezi punojmë ne të dy. Ju të dy. Po. Po, nëse do të qëndroni këtu në Vllajin, ja dilnin do që të kishin atë jetën që kanë andej? Edhe ja dalin po të kthehen. Kanë menduar ndonjëherë me sa flet ti, me sa është që të vinë? Për mua jo. Nuk do të kthe. Nuk duan dhe ata. Dhe ata. Nuk po duan edhe ata. ti nuk e kërkon. Unë jam printe dhe i dua sa më afër. Po duke pa kushtet. Po. Andaj e kanë jetën më të mirë. Vini ju vizitojnë? Po. Çfarë thon për Vllajinën? Cilat janë ato, le të themi, gjëra që thonë që japin përshtypjet e tyre? Po, mirë, gjërat mira. Çfarë do thonë ata? Ingën, u larguan ata. Ndërsa në pjesën më të madhe të shtëpive, në Vllajin mund t'i gjesh veç të moshuar, disa të vetmuar, e shumë të tjerë që jetojnë 2 plesh në një çati. Vetëm një pakicë jetojnë me njërin prej fëmijëve, pasi siç tregojnë edhe vetë, fëmijët e tjerë i kanë larguar jashtë vendit. Jetesën sigurisht e përballojnë vetëm me pensionin, por me syt nga fëmijët e emigruar. Për disa të ardhura shtesë që mund të ndihmojnë të përballojnë jetesën dhe përditshmërinë e tyre. Të përmalluar janë për fëmijët, duke u ndjerë sigurisht keq që ata kanë vendosur të largohen edhe për më tepër nuk mendojnë më të kthehen në vendin ku u lindën. Si të kam ja? Ja lodhur, ja mërzitur? Ë? Mirë ke qenë vetë? Mirë, na të kemi. Gjë, na Vlora jemi, ne jemi në televizion Vlora. Të pyes, me kë jeton këtu? Mundi, Me kë jeton? me djemët, Me djem. po, I ke këtu në Vllajin? kam 2 vllajin. Po. Si është jetesa në fshat? Shumë e det jetë keqen. Pse? Çfarë mungon? Tesën do pyqë, E. andi s'marrë çfarë unë. Jo, si Ne, është çfarë mungon, si janë kushtet e të fshat? tërë të tëra mungojnë. Pse? Për shembull, çfarë të mungon ty, më kryesorje? Po ti do të thosh makinën e ke, do këtu në gjep ajo. Ke ujë, ka ujë. Ujë kanë, kemi Ken. ujë pagoj. Shkojmë këtu rrugët e fshatit. Si janë? Mirë, ujdis në to. Me çaj? Me E ujdisi, qeveria jo, që meret me gjade. Ti vetë me se jeton me pension? Në pension. Ja tel dot me pension të Kur ja jetos? dalë në të keq. Kur ja dalë. Sa pension me? Ja, zëri, me këtë shumë me kesh bërë, zëri 2000. Po, ka bajti hardi njëri, ka leje vdeki. Në qëfis jena blora ti njëri. Me mbje më rrugë që jam unë, po, të të pyese diçka në... Të gjithë fëmijët në Vllajin i ke apo ke dhe të largu? Jo janë larguar, Për shumë ku i ke fëmijët? në Greqi. Sa fëmijë ke në Greqi? Kam 2. 2. Djali me gjithë familje. E kanë krijuar jetën andej, ja? Ande. Po dhe shteti kanë këtu, po që jeton, ku do jeton që. Mendojnë të kthehen ata të vinë. Per një shajt, ky djeli e birë, po e në nëj do afër, do bëni vetë për indrë. Sa vjeç je? Që do sa jam unë, po kuj kam. Të merr malli? Po, po ti na jeti. Ai është nagorisht, si. Të merr malli për fëmijët? Na jeti një. Nagorisht. Po dhe i që nga ju një këti. Mirë, faleminderit në atë, është mirë, rosh. Familjet që jetojnë mes halleve në Vllahin dhe me mundësi minimale ekonomike nuk janë të pakta. Shumë prej banorëve jetojnë mes 1001 problemeve, të cilat, siç tregojnë dhe vetë, nuk i kanë lënë të ngrenë kokën.
Problemet familjare që i detyrojnë të jetojnë në vllahin, pasi edhe ata vetë do të ishin larguar. E sigurisht që e vendosin theksin edhe tek mos mbështetja nga shteti, e cila sipas tyre e rëndon edhe më tepër situatën ekonomike. Në vllahin, si është jetesa? Po si e që edhe unë faktikisht jam nga Gorisht, nga Regjepajt. Po. Shumë. Nga fisi këti djali. Po. Dhe jenë Regjepaj. Nuk e di, merë, pa masaj më mbrapa që po. Edhe kam ardhur me qira këtu. Në vllahin? Në vllahina këtu, se kam sa fëmijë të djemet, i kam të smur. Shumë të smur, do të thënë të smur, jemi një familje komplet të smur në këtu. Por atë jetesën... Përveç mua të tjerë, unë jam 80 vjeç. Përveç mua, jo, kam edhe një prembes aty të gjithë smur jam. Dhe kur s'ka një... Manë nga 100.000 lekë pension. Ata, vetëm këtë kaq. Ne të shtëpia aty, 80.000 lekë e paguaj qira. Sa antar jeni në familje? 9 antar. 9 antar. 9 antar. Shtëpia sa është? Po sa është shtëpia, mu shtëpia së shtimi, është e botë. Dy dhoma dhe një kuzhinë. 2 dhoma dhe një kuzhinë. Flem, magazi kanë, nuk janë shtëpi, jam depo këshu. Depo magazina, qoj vekletës që kur bërë rruga ura. Ja, aty ja. Ska, uj s'ka. Pa uj, uj në blej. Plus jashu, jo që e blej ujnë tu, po dhe uj nga liqeni, po dhe liqeni ka rasti s'ka uj. Po si e përballon jetës? Me vështirë si të madhe, qarë, ja do shtrëngos ripin, do haq pak. Me sa ja del në muaj, sa të arru ja del? Po sa të arru, sa marrë, unë ja kam që marrë qik pensionit tin qik më shumë se sa ata që më atë dhe kompensoj fëmijët e tjerë. Fëmijët e tjerë, unë për vetë tim edhe si person jam i ndarë, jam i vetmuar, po mbaj bashkë të gjithë ta taj se i kanë të paftë. Po, ke kërkuar mbështetje nga shteti, çfarë thon? Shumë mbështetje në çfarë do kërkojun? Ja, kush vjen na njëri sot na i llap kot. Kështu. Asgjë. Mbështetje ekonomike? Po ndihmë ekonomike, atë që u takon kembin ata e marrë, po mbështetje tjetër ekonomike jo. Pa jo ndihma që marrin, është e mjaftueshme? Po çfarë më ato 100.000 lekë, 113.000 lekë. Çfarë, jo është më mjaftueshme? Unë njërin e kam edhe me fëmijë. Domethënë njërin nga ata e kam edhe me fëmijë. Po edhe shoqja është e smur. Edhe shoqja është e smur, ka vetëm një vajzë, ajo është në gjimnaz, e bile dhe mbaroj gjimnaz, ka dhe një djalaj në klasë 7, me plot hallë do. Me 113.000 lekë. Po pret ti të bëhet më mirë, domethënë ke kërkuar. Po pret në shpresa vdesa fundi ka thënë ai pari. Po siç duken shenjën thonë ja larg pa, si do bafën pa ide larg paskët. Ku nuk shohmë ne vetë gjë. Nuk do shon as të tjerët në gjë. Të gjithë banorët e vllahinës, të cilët kanë probleme të jetës së përditshme, probleme me dokumentacionet e pronave apo tokave bujqësore, e gjithë ata që kërkojnë pajisjen me dokumentacione të ndryshme, përplasen në njësinë administrative vllahin. Ndërsa shumë të tjerë, duke mos gjetur zgjidhje për hallet që kanë, shkojnë deri tek Bashkia e Selenicës. Në fjalën e tyre tregojnë se shërbimi në këto institucione, por edhe kudo që janë drejtuar, lë për të dëshiruar. Sipas banorëve, për të marrë qoftë edhe një vërtetim të vetëm, do të duhet disa ditë, duke kaluar peripeci të ndryshme, e duke shkuar sa nga njëra zyrë në tjetrën, me punonjës që ja pasojnë topin njëri tjetrit. Jetesa në vllahin si. Jetesa qembirqeni. Pse? Çfarë mungon? Çfarë mungon të gjitha mungon. Problemi më i madh për ju? Problemi më i madh për ne. Po. Është komunikimi me zyrtarët. Ofrimi i shërbimit. Ofrimi i shërbimit me zyrtarët. Po s'dozove, po s'hoqe xhepin të gjithë me gjithë palto, nuk të afron asnjë. Për shembull ti me kë zyrtar të ka rënë rasti apo ku ke vajtur dhe ke marrë shërbim? Mua më ka rënë rasti edhe këtu dhe në Vlorë. Edhe në Vlorë, në të gjithë Vlorën. Këtu thua për të komuna apo dhe në bashkinë Selenicë? Po të komuna dhe në bashkinë, se bashkia e Selenicës e komandon këta. Këta thënë kështu. Po çfarë ke vajtur? Çfarë shërbimi ke kërkuar? Çështje toka, pronash apo? Në një vërtetim toke. Po? Do vesh pagush tokën të gjithë. Unë toka është sikur ka
që kur është dhënë, unë se di ku e kam njëra. Se këta nuk kanë bërë një përcakt, nuk kanë bërë matje toke dhe të t'jap një shënime. E ke këtu dhe me hartë. Dhe për një vërtetim ti gjën vështirësi. Po vështirësi të më dha, jo vështirësi. Ka pasur raste ku të kanë kërkuar. Edhe largësia. Shumë raste, shiko, para me shënja, jo para me gojë, me shënja. Me shënja, po shkele një sy, do fush dorën një në dorën gje. Po i shkeli të dy, ai do i fush të dyja, e s'kam ku mbyte mund. Dhe ti nuk e përballon dot atë rishfetin. Na që t'gjo. Vllajza, shiko, ky i ka lënë vetë, po të them unë i ka lënë vetë sepse ky sistem, unë as atë sistemin e djathtë nuk e mburr. Se sistem Shqipëria 80% është e majtë. Dhe ata të djathtë që ishin gjoja, ishin të majtë. Dhe ky ka lënë vetë, se ky po shumor me ata bosmenat që kanë, nuk e mban dot qeverin. Edhe ata thonë kështu. Se që bërë mua ti, e di ka kam unë apo se di? Ti vetë si qytetar, pre që ky shërbimi i administratës, po i quajmë, të përmirësohet. Jo, nuk përmirësohet me këtë qeveri kot. E po të them një gjë, në qoftë se Edi Rama nuk e lë, dhe në qoftë se e merr një teatr dhe i djaftjet, do jetë më keq. Kjo Shqipëria duhet shitet. Ta komandoj një teatr, se po nuk u shit, Shqipëria do humbas si emër. Është e rëndësishme shërbimi i administratës që t'jepet siç duhet e ju. Jo, është e rëndësishme. Po si është i rëndësishëm. Po ne jemi allergjinjo, po ne me pensionë, që të bëj unë, ku të mbytem unë? Ma bëj një apel, çfarë do i kërkoje? Nëse do të ndjeki dikush, qoftë nga komuna, bashkia, qeveria. Unë i bëj një apel popullit shqiptar. O popull shqiptar, në qoftë se jeni shqiptar, ngreuni dhe kërkoni të drejtën tuaj. Ngreuni dhe përmbysni qeverinë 24 orë. Mos sa mbush. Disa prej banorëve të cilët i janë drejtuar sinjësisë administrative Vllahin, por edhe bashkisë Selenic, me kërkesa të shumta e nuk kanë marrë asnjë zgjidhje, janë edhe ata të cilët jetojnë në një prej godinave trekatëshe, pallati ndërtuar përgjatë sistemit komunist në Vllahin. Banorët e këtij pallati tregojnë se terraca e apartamentit të tyre rrezikon të bjerë nga momenti në moment. Sipas tyre, për shkak të lagështisë, ajo është dëmtuar totalisht. Banorët thonë se në terracën e pallatit ndodhen 8 boljer 10 litrësh me ujë, të cilët janë faktori kryesor përse terraca është drejt shembjes. Banorët pohojnë se kanë bërë kërkesa të herpasershme në komunë dhe në bashki po ashtu, por ende nuk kanë marrë as përgjigje e as një zgjidhje. Prej sa vitesh është pallati ku ju jetoni në këtë gjendje që ne e shohim tani? Po thoj se ka 10 vjet që ka filluar kjo punë kështu e lagështisë. Pastaj ka dhe më vitet më përpara që kanë filluar shenjat e para. Po e kemi filluar. Kjo është pa mirë dhe do izolimet lartë, plus do dhe suvatimet në çdo. Po. Banorët e tjerë thonë që lart janë boljer 10 tonësh, të cilët le themi e kanë zaptuar gjithë terracën, po edhe bëhen faktor që e dëmtojnë. Tani atë nuk mund ta verifikoj unë, ka plot që mund ta verifikojnë, duhet njëjtën lart. Ndjesh i rrezikuar se mund të shembet nga normale, ja, duke shikuar dhe me syja erdhët e vetë këtu, e filmuat edhe duket e vetëm pamja vetë sa shu gati të bide në një copë së vaj. Ju keni bërë edhe ankes, besoj? Çfarë ju kanë thënë? Ma thonë aty do të bëjmë një kërkes me shkrima, nuk ka shu. Po herë kemi që me punë plus plaka nuk merë vesh anë i krau, të shkruaj apo të bëj. Ankesa, ne i kërkojme me goj. Urdo, ti qa shkruaj kënë për këtë mënyre. Qëfar të thonë, kur ti ja kërkon, ja bë kërkon? Jo, thotë shkruaj ti me dorë, thotë. Ke shpresë se do zgjidhesh?
shpresa. Nuk e di, po ashtu do e fillojmë vetë në deri në fund. Pak na pak me borxhe, pa punë jemi. Pyetja e parë që kam është nga se është shkaktuar, pse ka ardhur kjo situatë? Kjo në radhë parë është shkaktuar nga peshe bolierëve dhe nga rrjedhja e ujit të tyre. Pra lagështia e ka Vira e tepërt ka filluar sa e ka bërë në këtë gjendje. Shqetësimi ynë po bën rreth 10 vite. Jemi paraqitur me dokumenta, me letra në Bashkinë Selenicë, kemi drejtuar letër dhe Këshillit Bashkiak. Nuk më shkëthyer asnjë përgjigje. Kam vajtur dhe në Bashkinë Selenicë dhe më kanë thënë duhet një vendim për heqjen e bolierëve, se lën banorët pa ujë, jo po s'kemi ku t'i çojmë, justifikime. Megjithatë më kanë thënë largohu se ne do vim, do bëjmë një zgjidhje. Sot, na 2019 që po e kërkoj me këmbgulje, e deri më tani në 2026 nuk kemi asnjë lloj zgjidhje. Vjet na thanë duhet të aplikoni se do t'u bëhet, do rregullohet. Vajtëm, më të shumtat e familjeve këtu janë emigrim. Vajtëm për të aplikuar, 2-3 vjet aplikuam, vjet. Përsëri nuk na u bas një gjë. Prapë si vjet na thanë duhet të aplikoni. Përsëri vajtëm atje për aplikim, po mëse që kuptoj, ne trokasim në port të Shurdhit. Po pret të bëhet, ke shpres duke pak? Pare! Po sa e rrezikuar ndje? Absolutisht shumë e rrezikuar. Mund të bie, nga pesha. I shikon ato aty, duke kaluar, bjesuvaja. Po, dokumentet i kemi atje që kam letër drejtuar Këshillit Bashkiak, kam letër drejtuar Bashkisë Selenicë, kam po thuaj se gjitha ato letra aty. As edhe një përgjigje. I kam me numër protokolli me të gjitha letrat, i kam të gjitha në rregull. As një lloj përgjigje. Po pak po një apel për bashki. Çfarë do i kërkoje? Se besoj sigurisht që do të ndjekin. Unë bashkisë i kërkoj, në radhë të parë unë jam një familje invalidësh, nuk kam asnjë lloj mundësie që unë të rregulloj, sikur edhe imja në pronësi. Ky pallati ishte imi, unë nuk kam mundësi që ta ndërtoj këtë. Por i bëj thirrje të vë dorë këtu, se ne pak a shumë këtu në këtë pallat jetojnë vetëm pleq edhe invalidër. Edhe të na gjej një zgjidhje, edhe për heqjen e bolierëve, se rrezikohemi në çasti në çast. Për heqjen e bolierëve, edhe të na sistemoj po deshi dhe pallatin këtu. Unë kam qenë në 88 këtu. Në 88? Po. Edhe punimi pallatit nuk është bërë aq. Aq si duhet. Aq si duhet që Pra është bërë problemet kanë filluar më herët. Po, më herët kanë filluar ato se dobësimi i punës tyres. Kjo të ishte ashtu që nuk bindur, jo. Ndërkohë vendosën bolierë që janë shumë të rëndë si për pallatit. Po nuk i kanë qëtë tërë bolierët. Janë 2 në katë parë, 2 në katë 3. 8 bolierë. 3. Nga lagështia vinë gjithë kjo situatë? Jo, lagështire janë qarë ato të keqen na jote, qarë. Ke frikë për veten ku shkon? Unë kur shkoj e s'kam frikë fare, s'mbi asë një gjëm një kokë. Jam qenike. Duhet të përmirësohet kjo gjë? Po, mirë është që të rregullohet kjo që na joj, po të rregullohet aq më mirë malet më të larta. S'kemi ku t'i çojmë. Vite më parë, Vllahina ka qenë një komunë, e cila ka patur edhe një spital, i cili ka funksionuar prej dekadash në shërbim të banorëve të zonës në emergjenca të ndryshme shëndetësore. Por, edhe spitali dikushëm sot është rënuar. Prej vendit që ofronte ndihmë mjekësore nuk ka mbetur tashmë më asgjë. Është kthyer në një godinë pas një funksion, e rënuar, kthyer gjithashtu në burim ndotje, ngjitur me godinën e njësisë administrative të Vllahinës. Për të kuptuar edhe më tepër gjendjen që është Vllahina sot, një prej njësive administrative ndër më kryesoret
të bashkisë së Selenicës mjaftojnë që të ndiqni edhe pamjet pas shpinës time. Siç mund ta ndiqni me ndihmën e operatorit, është Spitali Kryesor i Vllajinës, ose më saktësisht ai që ka qenë dikur pasi sot nuk ka mbetur më asgjë. Gjendja e tij e amortizuar është imazh i qartë i asaj gjendje situate që është lënë shëndetësia në Vllajinë, por gjithashtu edhe një sër problematikash të tjera të mbartura ndër vite. I vetmi investimi kryer nga pushteti si lokal dhe ai qendror vitet e fundit është rehabilitimi i rrugës Peshkëpi-Vllahin, përfunduar përgjatë 2025-s. Një rrugë e cila sigurisht ka sjellë më tepër lehtësi në qarkullimin rrugor. Kjo rrugë, sipas banorëve, ka ndikuar edhe në rritjen e qarkullimit në zonë, duke bërë që aty të hapen madje edhe disa biznese të reja. Duke u rehabilituar edhe rruga Vllahin-Poçem, banorët thonë se është krijuar tashmë një korridor i gjerë, i cili e ka kthyer Vllahinën në epicendrën e lëvizjes së banorëve të disa fshatrave. Ka qenë pak si do, po tani që kërës më rruga është zhvillo goxha. Kjo rruga i ka dhënë Një zhvillim të madh. Ka dhe bizneset. Kjo është e merit, po ka biznese të mira, biznese me gjithë janë me dokumenta që janë të rregullt. Qa pjesë ku ka këtu? Këtu vetëm nafta zhvillohet. S'ka më pjesë më. S'ka më naftë. Këtu është. Shkon për Vllajinën. Këtu dëgjoj Vllajinë po përshatin. Këtu pa i paguhet detyrim me nafta. Këtu i paguhet detyrim me nafta. To detyrime përkthehen në investime? Po, ja kjo për rruga është bërë që të banuar, ja bërë rrugët në fshatra, ja e rruga ngel deri në më keq. Më mirë, nuk më fjer fare. Por ndërkohë që rruga që përshkon mes përmes Vllahinën dhe e lidh atë me Peshkpin, por edhe me anën e segmenteve të tjera vazhdon drejt Vlorës apo Selenicës me drejtime të ndryshme, është rehabilituar. Tjetër realitet është ai rrugëve në brendësi të fshatit. Rrugë këto që sipas banorëve të zonës nuk kanë parë asnjë investim të vetëm ndër vite. Banorët thonë se rrugët e lagjeve, ato në të cilat kalojnë me 10 familje çdo ditë, janë të amortizuara, gjithplur apo balt. Banorët tregojnë po ashtu se për rehabilitimin e rrugëve të fshatit kanë bërë shpeshherë kërkesa, si në komunë ashtu edhe në bashki, e janë përballur gjithmonë me të njëjtin sqarim se nuk ka fonde. Cili është problemi kryesor që ka Vllajina sot sipas juve? Po rruga u bën ashi, çfarë themi ne? Të tjera gjë unë nuk e di se. Këto rrugët e brendshme të lagjes që ne kalojmë. Pa bërë janë, pa bërë. Pa bërë. Sa vite janë kështu? Unë ashi kam marrë për vete. Kështu i ke gjetur? Po kështu i kam gjetur edhe kështu janë. E ke të vështirë të kalosh në to, të shkosh në... Po tash i vështirë është. Kur janë të rregullura, kur çdo të jetë. Rrugën kryesore e bën, po ka mbetur vetëm këto të lagjes? Ka mbetur këto të lagjes. Ka ardhur koha që të bëhen edhe këto të lagjes? Po i bën, le t'i bëjnë të të mire. Për ju është mirë që të bëhen të rehabilitohen? Po, të mire. Ti një pyetje, bën vaki të kenë ndryshim gjatë natës tu? Jo, vetëm rruga poshtë. Vetëm poshtë? Rruga. Dhe sa këtu errësirë totale? Po, errësirë. Ke frikë kur del në banes apo s'del fare natë? Po foto brenda, qetësi. Pse? Është errësirë? Po jo, këtu në për lagje jo. Nuk ka. Si është gjendja e Vllajinës sot e fshatit? Fshati pra pa mbetur, pa mavri, pa të gjitha. Çfarë mungon? Cili është problemi kryesor juaj? Ja, shiko fshatin këtu si është. Shojmë këto rrugë të fshatit, brenda? Brenda, mavri. Pa rregulluar, pa bërë, pa. Sa vite ka në këtë gjendje? Plot. Ka nëna këtu që ka ardhur 45 vjet këtu në këtë pallat këtu. Kështu i mban mend gjithmonë? Po, e më keq. Ka ndryshuar ndonjëherë, kanë parë ndonjë investim? Jo. Po mos harro diçka, ju vetë jeni ankuar, keni bërë ndonjë? Jo, ne jemi plejt që nëna. Pse, çfarë ndodh? Pse keni? Pensioniste, ku fëmijët i kemi larg. Por jo vetëm rrugë të amortizuara, por edhe mungesë të ujë të pishëm. Banorët e Vllajinës tregojnë se uji është kthyer në një shqetësim kryesor të mbartur ndër vite, që me sa duket nuk po merr asnjë zgjidhje. Sipas atyre që jetojnë ende në Vllahin,
Uji vjen vetëm 30 minuta në ditë, përgjatë orarit të pasdites. Sipas tyre, nëse banorët nuk i kapin dot këto orare, atëherë rrezikojnë të mbeten pa ujë derisa të vijë e nesërmja. Ujin që vjen në çezmat e banesave të tyre, banorët tregojnë se e përdorin vetëm për plotësimin e nevojave familjare apo të shtëpisë, pasi ai nuk konsumohet. Ujin që pinë e blejnë, duke paguar gjithashtu edhe faturat e përmuajshme, tepër të larta të energjisë elektrike, sa herë që vendosin pompat në punë për të marrë sadopak ujë. Duke parë situatën ndër vite e cila nuk ndryshon, banorët nuk kanë shpresë se në vimësi mund të përmirësohet diçka. Qështë duke një mire, si e kalon? Vllajina, si fshat, shtot, se mund ta quash edhe fshat, po. Po qaja vetëm rrugët që kemi ande që jemi në Baqa, ande janë bërë për bret. Edhe ujtë s'na vinë me orar. Si është kjo çështja e ujit të pishëm, se shumë që banorët për shumë ankojnë shpesh? Po marrë vesh unë fusin para sa do qefi, njeri pagon 100.000 leka, na që sukur ka edhe na 180.000 leka. Keni ujë? Uji vinë gjysë ore në ditë. Në ditë gjysmë ore, 30 minutë? Gjysë ore, njerë vine, njerë zvine, e qomë me orare pa orar, ne i kemi në Baqa, e ngelimi pa ujë. Në çfarë orare është vjen? Për 4, 5, 6 kur i do qefi ati që... Të mëngjesit? Jo, mazditi. Mazditi. Nëse nuk i kap këto orare, mbetesh pa ujë? Gjele pa ujë, pa ujë. Nga e merr një ujë, nga ju vjen zakonisht? Nga peshpia. Nga peshpia? Po, nga peshpia. Është i pishëm? Ne spim ne blejmë, po për pak në kemi për bajën e për larë rrobat. Vetëm për nevoja familjare? Vetëm nevoja familjare. Po ndërkohë, fatura ujë pishëm paguani? Paguajmë, 10.000 leka në muaj, gjysë ore 10.000 lek. Dhe kur vjen, kur zvjen, e ke të prerat. Afrofe? Afrofe. Me në ti për ujnë po më thua paguan 2 fish. Edhe e blen? Po zbëlla fare edhe blej edhe me korrent që pomë që qoj në buljer. 3 fish? 3 fish. Edhe energjin? Edhe energjin, e. Po sa vite ka kjo situatë kështu? Që kur ka ardhë ujtë, sa po vete 15 vjeta, 20 vjeta. Pa pre të përmirësohet? Kujdim, dimnë të shketë në shi, kush e zërë e fene. Ju jeni ankuar? Ku të ankohesh? Pse? Ku të vesh të ankohesh? Ku të pjosin këta ata shkotina kanë futur në 180.000 leka se ku i ka hedhur ato ne paguj muj për muj me fatura. Edhe kur ankohesh nuk gjon njeri, jo? Hiç fare që janë në sistem thot ai. Ke shpresë se do përmirësohet kjo gjë? Edhe mundet. Vllajina është sot fshati jetesa në të si është sot? Po s'ka, ka ikur njerëzit, ikën gjithë. Ka ikur, shumë misë ka ikur. Cili është, le themi, problemi më i madh që keni ju sot në Vllajin? Neve këtu kemi për drita, ikin dritat. Ikin drita shpesh? Ikin drita shpesh. Uj, njerë vjen, njerëz vjen. Internet pritet. Si është kjo çështje e ujit, se shohim shumë bidona, boljera, puse? Po shohim, i sheni boljera, po boljerat vjen gjysmë orë darkët, na njerëz vjen fare. Në çfarë orari vjen kryesisht? Tu në orën 5-6 vjen ujtë. Që vjen ujë pish? Po. Dhe keni vetëm 30 minuta ujë? 30 minuta ujë kemi. Më tepër jo? Më tepër s'ka më pas, 30 minuta ke, plot ke, bush boljerën edhe... Nëse se kap ato orar, mbete pa ujë? S'ke, rri... Dert nesër? Do vi me ujtë prap nesër. Do pish nesër. Rrisën e pa ujë, se përgjam e di. Po ndërkohë, është i pishëm e konsumon? Ato ujë që vjen në qezën, flasim. Po do pish qëllë bëq, ku do veç? Do është mbush ujë rezervore. Do pish zbën, që bëq? Ka ndodhur ndonjëherë që të vinë ndotur, vinë ngjyre verdha apo Jo, ujë që vjen. Ju për këtë çështjen e ujit të pishëm jeni ankuar ndonjëherë? Çfarë ju thonë? Kush ankohet? Unë jam i paralizuar me gjithë plakën aty. Unë do vetë ta Jo, banorët e tjerë të vllajin. Po di unë vetë as vetë, marrë shumë. Më jam 85 vjeç. Unë s'dal do të dire. Është e rëndësishme që të përmirësohet kjo e ujit të pishëm? Të
po mund përmisohet, në drejtë përmisimi janë që duket po mirë dhe rrugë të mirë. Ke shpresë? Po si s'kam shpresën që ato shpresat e mia janë. Mi kërko diçka pushtetit, çfarë do i thoje për ujin e pishëm? Si? Një mesazh atyre që dëgjojnë pushtetit, çfarë do i kërkoje? Dikoj të shtonte orarin, të kish ujë si gjithë të tjerët. Të bëjnë investime. Po të investime, po këtu s'ka investime, çaj investime bëjnë. Tu s'ka. I keni haruar investime? More, po që investime, shikoj. Mungesa e një sër kushtesh ka bërë që sektori bazë i fshatrave, bujësia por edhe blegtoria, të mos zhvillohen. Për gjatë 10 viteve të fundit, këto sektor të ekonomisë, jo vetëm që nuk janë zhvilluar, por janë kthyer në 10 hapa pas. Ata të cilët merren ende në vllahin kryesisht me bujësi, tregojnë se prodhojnë perime ajsa për konsumin e tyre familjar, pasi nuk kanë mundësi për më tepër. Shumë prej tyre që kanë bjell e kultivojnë ullinj, thonë se as vajin e ullirit nuk e shesin dot, pavarësisht se mundohen që vajin e ullirit ta nxjerrin me cilësinë më të lartë. Nga ana tjetër, edhe vreshtaria, një traditë më vete e zonës, nuk po njeh zhvillim. Shumica e vreshtave të fshatit janë tharë, vetëm nga fakti se vera apo rakia nuk shiten, ose nuk ka kush kujdeset për to. Por edhe kur fermerët gjejnë klient, çmimin nuk ja vlen, e nuk e shpërblen as pak, as mundin, as sakrificën e përditshme e as koston financiare. Me çfarë merresh në vllajin? Unë në vllajin jam pensionist. Merrem me tokat, baçën time që kam me 7.501. Çfarë kultivon? Se të shohim në toka i lodhur sa s'ka punë. Po atë tokën me sipërfaqe të madhe e kam larg. Bili qenin aty dhe kam mbjell një pjesë, e kam mbjell ullinj. Po? Pjesa tjetër është jonç, edhe rreth një 2-3 dulym grur. Po këtu ku jemi tani, çfarë ke mbjell? Këto janë hudhra qep, patate, mbjell edhe fasole këtu, në këtë pjesë këtu. I shet apo për përdorim familjes? Nevojat e familjes. Kaq, me ullinjt edhe po na dolin në qikvaje çokuqesëm me ullinjt. Me këto baçe që ke fillimisht ai plotson nevojat e familjes? Po, pra nevojat e familjes, këtu, kjo baçe vogël. Po, përshitur nuk del, s'bet fjalë. Jo, këto s'bët laf. Atje sipërfaqen e madhe bëj bukën time edhe me grurin. Mund të ngelet pak shumë, shesëm na pak grur. Po ja vlen kjo punë e përditshme që bën? Jo, po puna e përditshme, po çato, po me sërrim dot. Janë me shpenzime të madhe, do të thënë gruri që mbyllet, ne që s'kemi mjetet tona dalë me humje, po s'kemi si lëm do tokat pa punuar edhe e detyruar të punojmë. Për shumë atë thesin aty me ple. Ky sofrua 20 litra, 20 kilogram është 6.000 leka. 6.000 leka. Po. Tepër i nevojshëm, po shumë i shtrenjtë nga ana tjetër. Po çfarë do vëmë me shpenzime që këto janë. Nga njëra anë të duhet të punosh se do heqësh ato të familjes, po nga ana tjetër nuk ja del dot me. Po çfarë do bëjmë edhe është me shpenzime të mëdha çdo gjë që përpiqemi, punojmë. Po çfarë do bëjmë? Me kë je angazhuar? Unë me gruan, se nga fëmijët nuk i kam këtu. Njeri i madhi është në Itali, i vogli në Gjermani dhe kështu ka ikur me një fëmijë, ata ne kemi vetë këtu. Ka të rinj të angazhuar në bujësi, si është? Vallai këtu vllajina rrallë gjën nuk kash, kanë ikur të gjithë. Kanë ngelu këta pensionistat vetëm. Mund të jenë shumë pak, rrallë. Edhe ata ikin me intervale se janë pa letra për t'ikur në emigrim. Vena 2-3 muaj vinë. Pra, po rrezikojmë që mos ta trashëgojmë të profesion. S'ka me se merren ku të punojnë. Shteti ynë ka marrua, po thoj. Ke marrë mbështetje nga shteti? Pas një mbështetje, qa mbështetje ne? Gjitha me forcat e tua? Me forcat tona, qa mbështetje. Nëse për ta përmbyllur, nëse do t'i kërkoje diçka shteti, çfarë do i thoje? Shteti të shikoje pranë e pensionistat.
Kam punuar një jetë, do më thënë, 26 vjetë në naftë edhe një pension në këtë radhë dhe nuk më zuri ngritja se kisha 400.000 leka pensionin dhe ata që kishin 1.400 s'monë një shtesë. Për e t'jedhi që kësyt nga bujësia e blegtoria? Bujësia e blegtoria, po thuaj këtu rrallë tek, që ka, nuk. Faleminderit shumë. Edhe ju shumë falenderit. Me se merresh personalisht? Unë jam pension. Po, pension. Po. Po, ndoshta do një aktivitet në bujësi, blegtori, po? Po, mere me ndonjë gjë kështu me batshën, me këto gjëra kështu. Çfarë kultivon? Qep, patate, domate, perimet. Perimet, po. I kultivon për vete apo? Për vete. Po për të shitur të del që të... Jo, pas ka aq, to kam aq. Aq, s'kemi. Nëse sot do mbahesh nga bujësia dhe blegtoria, ka mundësi që të mbahesh? Ka mundësi, plot, ka. Me kë je i angazhuar në bujësi? Vetëm, familjarisht? Me gruan vetëm jam këtu. Fëmijët? Fëmijët i kam të larguar. Po. Mendojnë ata për shumë të kthehen të qëndrojnë në bujësi? Mendojnë. Kanë tokat këtej, kanë mbjell ullinje, i kanë. Çfarë varieteti ulliri keni? Koronel, qenata, kaninjot, beratas. Ja del me ullirin, është punë e mirë? Ja del me ullirin, ja del. Vite më parë, pas ndarjes territoriale, Vllahina u përzgjoh si qendra e njësisë administrative, që sot mban të njëjtin emër, duke e ndryshuar nga komunë në njësi administrative. Është zgjedhur pikërisht Vllahina për shkak se fshati ndër dekada ka qenë epiqendra sociale e disa fshatrave. Banorët e fshatrave si Kuçull, Mertiraj, Rexhepaj, Hadëraj, Mallkeq, Gërnec, Pet, Kropisht e Veçdanisht, po ashtu Peshkëpi e Penkov e kalojnë nga Vllahina e çdo aktivitet të tyre jetësor e kanë të lidhur pikërisht me këtë zonë. Zhvillimi i Vllahinës dhe projektet infrastrukturore zhvillimore të aplikuara në të, sigurisht përkthehen më pas në zhvillim për fshatrat përreth.